si të zgjedhësh akomodimin siç duhet. Askush nuk e thot hapur, por zgjedhja e akomodimit është ajo që vendos nëse udhëtimi yt fillon mirë apo të lodh që ditën e parë. Shumë njerëz zgjedhin vetëm nga fotot dhe pastaj çuditen pse çdo ditë u duket e gjatë dhe stresuese, sepse akomodimi nuk është për Instagram, është baza e gjithë eksperiencës. Le ta nisim me dilemën klasike: qendër apo në periferi. Qendra duket gjithmonë perfekte, por jo çdo zonë qendrore është praktike. Ka vende shumë turistike, të zhumshme dhe të shtrenjta që në darkë nuk të japin as qetësi as pushim. Nga ana tjetër, periferia nuk është gjithmonë ide e keqe nëse je i lidhur mirë me qytetin. Sepse pyetja e duhur nuk është a është në qendër, por sa minuta më duhen realisht për të arritur aty ku dua të shkoj. Këtu hyn pjesa që shumica injorojnë, transporti. Nëse je pranë një metroje, tramvaji apo autobusi kryesor, ke fituar gjysmën e lojës, sepse akomodimi ideal është ai ku del nga dera dhe e di saktë si të lëvizësh pa stres. Pastaj është siguria. Nëse në darkë heziton të kthesh në këmbë, atëherë ai vend nuk është për ty. Ndjesia e sigurisë vlen më shumë se çdo pamje e bukur. Dhe në fund, çmimi real nuk është vetëm ajo që paguam për natën. Është koha, transporti dhe energjia që humbet çdo ditë. Shpesh, një hotel pak më i shtrenjtë të kursen më shumë në fund. Prandaj mbaj mend këtë. Mos pyet ku është bukur për të fjetur, pyet ku ja vlen, sepse akomodimi i mirë nuk të mbak klik në foto, por ta bën udhëtimin më të lehtë nga mëngjesi në darkë. Po ti si e zgjedh hotelin tënd? Ndaj këtë video me dikë dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.